Edhe nuk e kem na luksin me shkon zgjedhje, veç ta zdi. A mendim jam na populli i thonë që s'dalëm një ditë me ngrezhak. Ose me rrethue, aty det merren vesh mos me lëshue. Populli ka vlerësuar, jo. Populli ma shumë vota asoj ka vonë se këta që kanë. Opozita bjen. Ale unë që bjen krejt. Gjithë këja bjen krejt. Vetëm për të këja jetë. Edhe aja jo me shumit. Së më interesa heq. I këqyri punët e mija. Nuk të intereson nëjës politika? Ja. Mesë ndëruar të Kosova Info, përshëndetje për të gjithë juve. Sot jemi këtu në sheshin e Prishtinës ku pyetja jonë për qytetarët është se a duhet të ndërohet emri i Albulena Haxhiut për të qenë kryeparlamentare e Kosovës apo vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Cila do të ishte zgjidhja më e durë për të tejkaluar ngërçin politik që është në vend. Çka presin ata nga seanca e radhës së Kuvendit të Kosovës që do të bëhet më 3 maj nga ora 10. A duhet të ndërohet emri i Albulena Haxhiut për kryeparlamentare apo vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja? Cila është zgjidhja më e mirë? Allah e qëre, ajo ma e votuni është. Albulena Haxhiu. Albulena Haxhiu. Çka po pëngon në këtyne emni sajnë aty, hajde ka zënë ty mirë. Pse po mendoni që nuk po përkrahet, nuk po votohet Albulena Haxhiu për të qenë tashmë kryeparlamentare? Cila është arsyeja? Arsyeja xhelozia. Pse është e haft, është e zoja tona nenet notën në vetë, ajo të dimet ka të E vlerësoni shumë të oftë Albulena Haxhiun të jetë kryeparlamentare? Populli ka vlerësuar, jo. Populli ma shumë vota asoj ka vonë se këta që kanë. Unë s'jam këndon vetë. Populli jam ka vonë. Sa mendon që mund të përkrahet nesër tashmë në seancën e radhës që do të bëhet në Kuvendin e Kosovës? A do të votohet nga ana e opozitës Albulena Haxhiu? Mos u votohet ka ana e opozitës, shkojmë në zgjedhje, ai i fiton edhe një hisë më tepër të tjeta. Nesa bën me vesh, kjo krye puna tina. Kjo nesa shtek. Mendoni që do të zgjidhet nesër kryeparlamentare? Gjithçka në veç sot kurse se nuk ishit i bën bot. Kjo s'kam çfarë fol pa ti oflas. Kjo nesa bën llakun e tjapet kjo shumë gjallë. Kjo krye. Jo, më mirë mos kjo ajo se më shku zgjidhje të reja. Më mirë të zgjidhet Albulena Haxhiu po thoni. Më mirë, natën fjalë, natën punojmë. Ndalluhet Kosova më mirë. Si e vlerësoni Albulena Haxhiun si ministre të drejtësisë? A ka punuar sa duhet? Mirë. Është politikane e mirë sipas juve. Po sigurisht se vjen edhe që zboduhet, që shkuat që ka gjështirë mas pari. Ju mendoni që do të merr fund tashmë ngërçi politik në vend? Po, më mirë. Mirë me morë shumë. A beson që nesër do të votohet Albulena Haxhiu për të qenë kryeparlamentare? Patjetër. Jeni optimist? Patjetër që kam e marrë. Faleminderit shumë. Po ju i nderuar, si e komentoni situatën e fundit tashmë, a mendoni se duhet të zgjidhet Albulena Haxhiu kryeparlamentare apo duhet vendi të shkojë në zgjedhje të reja? Cila është zgjidhja më e mirë e mundshme sipas juve për të dalë nga ngërçi politik? Së më interesa heq. I këqyri punët e mija. Nuk të intereson nëjës politika? Ja. Së më interesa. Faleminderit shumë. Zgjidhja më e mirë e mundshme është për me Albulena Haxhiu me kon kryetare e parlamentit se askush nuk ka poshtë vota më shumë se kjo. Një, e dyta është e aftë, fakultetin juridike ka, përgjithësinë e ka kjo, populli e ka votuar, qëre pa më parasysh, si LDK-ja, si PDK-ja, kur o kon kja atë, krejt e kanë votuar. E tash veç kanë dhënë vëng për me përdor politikën opozita. Pse po thuat që nuk po përkrahet, nuk po votohet tashmë nga opozita Albulena Haxhiu? Cila mund të jetë arsyeja? Aja arsye mundet me qenë politikistë që e përdorin politikën e dorëzimit e pritjes apo kundërshtimit të aksionit e cila kur son fitore. Gjithmonë opozita e ka postë që të përgjigje. Edhe këtë veprim. Edhe publik qa nuk i donë. Edhe qashëre, kur është me kushtetut, edhe është me popull. Pse me vota më shumit, pse mos me votua? Pse me votua, këta shmujnë me hi kërkonë, po ashtu këta nën kryetari ta kanë. Pa nën kryetari ta kanë, që se ka publin. Ashtu e flasin nëmën publin. Nëmën publin të opozite absolutikisht nuk ka drejt, që si ka votat. Kur si ka votat, pse me folë? Zgjedhjet reja, po donë me qua Albini, për shembull,
Mirë po, ata nuk përdojnë zhjene të reja, opozita. Pse s'përdojnë zhjene të... Se nuk po duan zgjedhje të reja opozita, sipas juve? Opozita bjen. Aleanca bjen krejt. ZTK-ja bjen krejt. Vetëm për të këja jetë. Edhe aja jo me shumit. Por që ata nuk dojnë. Sipas juve tash Edhe populli voton Kursin, për shembull Albulenin e këto, aja kuptuat që nëse shkojmë në zgjedhje të reja po thua e votojmë prapë Albin Kurtin? garantoj që e votojnë. Edhe bile edhe më shumë. Mirë po qëret që 60.000 vote ja kanë vjedhë. Që mi janë ashtë kaluë, që kur mi vjedhë, njësoj është. Që mi vjedhë votën e popullit. Në njeri që i vjedhë votën e popullit, a i shmunët me konë udhëheq i shtetit apo i popullit. E kuptoj, sa mendoni tashmë kjo që po ndodh mos konstituimi i kuvendit të Kosovës, i institucioneve të vendit, si shihet në sytë e Bashkimit Evropian, e po ashtu aleatëve tonë siç është edhe SBA-ja. A ka ndikim të keq kjo për ne? Ka, me Si na siguri. shohin ata neve sipas teje? Po, qëre, ata na thojnë neve që jemi taftë, që jemi një goj, që jemi për popull, që jemi për kur gjoheq. Ama, Kurti, jo vetëm Kosovë, po edhe në Europë mundet me punue që është jaftë. Me të gjitha. E vlerësoni për të mirë, për punën që ka bërë për 4 vite. Po e vlerësoj. Pse mos me vlerësua? Mos po restini shtetin ngroshtë. Pse opozita nuk e ka shti atëherë shtetin ngroshtë për edhe Mitrovicën, edhe Deçanin, edhe e bëjshin korupcionin, vjedhshin, shqitshin shtetin, punojshin me radioqiqa, atëherë pse? Kjo fakt shtytjen me po. Si e komentoni, a mund të marrë fund ngërçi politik tashmë nesër është seanca me 3 maj që do të bëhet te Kuvendi i Kosovës nga ora 10, çka pret që do ndodh nesër? A do zgjidhet Albulena Haxhiu, kryeparlamentare? Ja, Albulena Haxhiu nuk do të hiqet hiç, absolutikisht. Edhe mos me pa zgjedh Albulenin Haxhiun, me pa zgjedh një moshkull ato, apet opozita është munduar politikisht me thonë se votojnë. Kjo veç politik. Nuk është po mendoni puna tek emri Albulena Haxhiu? Jo, kjo nuk është hiç, po ata kanë ngul kom që ato se kanë ditë që nuk e hekun. Do më thonë, ashtë e hekun, po jo veç Albin Kurti e këta qeveria. Mi po edhe na populli nuk e lejojmë ato me bo. A duhet të ndërohet emri Albulena Haxhiut për kryeparlamentare apo duhet të shkojë vendi në zgjedhje të reja? Duhet gjithësysh e me shku në zgjedhje të reja, besoj që mujna me pas sukses diçka. Se dela pet njësej. Edhe nuk e kem në luksin me shku në zgjedhje, veç ta zdi. A mendim jam na populli i që s'dalim një ditë me ngrezhak. Ose me rrëthue, aty dejt me rënë vesh mos me qruhe. 3 ditë, 13 milion që aty mrena. Nesër është pra seanca radhës, më datën 3 maj do të bëhet seanca radhës e kuvendit. Sa mendon që mund të zgjidhet Albulena Haxhiu kryeparlamentare, a do të ketë votë nga opozita? Shans nuk ka. Pse nuk po përkrohet nga ana e opozitës emri Albulena Haxhiut? A mendoni që shkak Albulena Haxhiu edhe nëse ndrohet ajo, do ta votoni dikën tjetër? Ka se asnjë këtë kohën ka qenë diçyr. Nuk ka qenë si duhet. Kur me opozitën ajo nuk as Kurti as ajo s'kan për diçka fjalë mira mu bashku me njerëz. Po gjithë kanë pa ndomje, kështu që Kjo ka ndikuar sipas juve. shumë kanë ndikuar. Si e vlerësoni si politikone? Pse me kom gurë që 8 herë e njëjta, pse mos më ndro, ka bëll deputet brebur, ka bëll. Cili do të ishte emri i përshtatshëm sipas juve për kryeparlamentar? Nuk e di për ata, cilën të zgjedh tjetër, që shohësh tash puna cilën të zgjedh ka me kaluar. Ky ngërçi politik sipas juve i nderuar, kur mund të merr fund? Nuk e di, tash të masi kushtetuta që ashtu nuk për asi, nuk ma mërmenja, nuk di kur. Të në kushtetuse në qëvë, dikush nuk bov diçka, s'dikush ka drejt me qëve. Se këtu qaqë kanë kompliku këtë punën e kushtetutës, së menja s'ta mërë. Po gjojnë bira gjithkon, njerë që ashtu, njerë që. Por çdo fjalë, të bojnë problem. Kështu që nuk ma mërmenja që ka. Nuk pret zgjidhje të ngërçis politik nesër, me 3 maj. Unë mendoj veç duhet tjashmit me intervenu, po tash po ka punë të atjashmit, po kanë punë problem me Amerike, me shtete tjera, s'po kanë kohë më marrë me neve, se si për parave ta kishu një zarfë edhe u kry puna. Po tash t'japsh ambasada, as nuk po vjen më në parlamentën, që 3 herë nuk u konë.
Cili është ndikimi tashmë i mos konstituimit të kuvendit të Kosovës të institucioneve tek sytë e ndërkombëtarëve? Si na shohin ata? Po ty me ata na shohin, po më duket mua që nuk mujna me majtë shtetin. Qa që mjallë në qatë nivel që s'mujna me majtë. E kuptoj, faleminderit shumë. Dikush më na komandue. Por në rrishe se shqiptarët vite, shekuj, gjithë na ka komandu dikush e imi mësu që ashtë na. Vetë nuk mujna me ndërmorë kur gjë. A duhet të ndërohet emri Albullena Haxhiut për krye parlamentare apo duhet të shkoj vendi në zgjedhje të reja? Duhet Albullena Haxhiut të gjithët. Albullena Po, Haxhiut normal. Po. Si e komentoni Albullena Haxhiun si politikane? A mendoni që ka bërë punë sa duhet si ministre e drejtësisë? Vallai ka bo, për mendimin tim ka bo. Ka bo, sikur më shumë se tjerë po. Ka bo tash, s'po di çka më thon, ka bo më shumë se tjerë ka bo. Se nuk po përkrohet tashmë nga opozita për të qenë krye parlamentare, nuk po votohet, nuk po i ka votat e mjaftueshme. Nuk e përkrohen në opozita normal, se ata s'kan dëshirë për më bua ajo. Ata kanë qenë më bo në një vetin. Nuk pranojnë çto. Mendoni që nesër tashmë në seancën e radhës do të ketë votat e mjaftueshme, do të përkrohet nga ana e opozitës Albullena Haxhiu? Vallai s'po di çka më thon për aty. Po besoj, po se di takshirën, nuk e di. A mendoni që është kandidatja e duhur për të qenë krye parlamentare, e cila zgjedh nga vetëvendosje? Normal art, vendosje se takon çaja pozita ajo për më Për me qenë krye parlamentare? po, normal. Asaj takon. Cili emër tjetër nga kandidatët e vetëvendosjes mund të jetë i duhur për të qenë krye parlamentar apo krye parlamentare pas Albullena Haxhiut? Vallai s'po di për tjerën aton. Këto i kanë pozitat e veta, ato nuk po di. Nuk po di çka më ta sek. Zgjedhjet e reja, a janë zgjidhje për këtë ngërç politik? A duhet të shkojmë zgjedhje të reja apo jo? Cila është zgjidhja më e mirë? Ma mirë më zgjidh tani ato, më shku zgjedhjet tani po zhagitet puna po shkon në gat. Ka dhe shpenzime të mëdha. Po, atë normal çiko. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.